Një njoftim i rëndësishëm për ju përdorues të barnave dhe profesionistë të shëndetësisë. Mos përdorni barin finasterid për mjekimin apo trajtimin e rënjes së flokëve. Me datë 22 prill 2025, FDA ose Agjencia Federale e Barnave dhe Ushqimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si institucioni më prestigjioz në botë i vlerësimit të sigurisë dhe vlefshmërisë së barnave, ka nxjerrë një njoftim kuptohet për shtetasit e saj, gjë e cila shërben dhe merret e mirëqenë për gjithë botën, lidhur me efektet anësore dhe rreziqet që shoqërojnë përdorimin lokal për lyrje të finasterid kur përdoret në trajtimin e rënjes së flokut. Finasterid është një barë që duhet përdoret vetëm për trajtimin e hiperplazisë benigne të prostatës, apo shkurt e njohur tek ne si prostata. Për këtë, merret me vizitë dhe rekomandohet të merret nga goja si tabletë. Ky përdorim është i miratuar nga FDA-ja. Finasterid dihet se ka edhe një efekt tjetër në trajtimin e rënjes së flokëve, por për këtë arsye, për arsye të efekteve të shumta anësore që e shoqërojnë një përdorim të tillë, nuk është i miratuar për këtë përdorim. Përdorimi i finasterid si solucion apo pomadë për lyrin e kokës, kombinuar me minoksidil ose i vetëm, po reklamohet nga disa platforma telemjekësie dhe sajte online. Kuptohet për qëllime fitimi, si një kurë e efektshme në trajtimin e rënjes së flokëve. Teorikisht dhe praktikisht, vërehet një efekt i këtij bari ose këtij kombinimi në ndalimin e rënjes së flokëve dhe daljen e flokëve të rinj. Por ky efekt shoqërohet me efekte anësore që e menduar për moshën që mund ta përdorin, dëmi është shumë i madh, krahasuar me përfitimin. Ndaj për këtë arsye, FDA nuk ka aprovuar kurrë një përdorim të tillë. Nga përdorimi i këtij bari, qoftë edhe lokalisht, pra për lyre, ndodh përthithja e tij, pra kalimin e gjatë, gjë që çon në efekte të rënda anësore si disfunksioni erektil, pra pamundësia e përsëritur për të arritur ereksion, ankthi, idetë suicide, pra mendime për të dëmtuar veten, depresion, lodhje, pagjumësi, ulje të libidos, dhimbje muskulare, dëmtim të përqendrimit, të qartësisë mendore dhe të aftësisë njohëse. Nga shumica e raportimeve del se këto ngjarje dhe efekte të padëshirueshme të këtij bari vazhdojnë, persistojnë, zgjasin edhe pas ndërprerjes së barit. Ndaj, bëni kujdes dhe mos u mashtroni nga reklamat e firmave dhe montimet e këshillimeve të rreme të mjekëve dhe përdoruesve të këtyre barnave. Finasterid këshillohet të merret me vizitë mjekësore vetëm për trajtimin e hiperplazisë benigne të prostatës dhe jo për rënjen e flokëve. Faleminderit.